Aleanca e Kosovës sot zyrtarisht ka hapur fushatën elektorale në platon e parkut të qytetit në Gjakov, ku u mbledhen simpatizantë të shumt për të njohur nga afër me programin politik që po prezanton AK-ja. Ish kryeministri i Republikës së Kosovës, njëherët kandidat për deputet, Ramush Haradinaj, prezantoi programin dhe synimet e këtij subjekti politik. Jep një mundësinë një programi që është real, që nuk janë veç fjalë sa me nëzit vëmendjen e dikuj, që flet për dhimbjen tonë, që flet për sfidat që i kem para vetës, po që i ka zgjidhje. Mos e harroni, dashur qytetar Gjakovës e të krejt Kosovës, mos e harroni, na flen në 14 miliard qëmër, që bojnë qindra miliard energji, e na i japim miliarda armikut tonë. Në hapjen zyrtare të fushatës foli edhe kandidati për kryeministër, njëherët kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini. Nëse kemi me pas zemër dhe vullnet, me pa njëri tjetrin në sy, me ndërtu solidaritetin, me dash njëri tjetrin, mos me ju besu mashtrimeve, tu e ditë që janë mashtrime, mos me u bot tifoz palidhje, po me votu për opcion, nuk ka kamenaik zhvillimi, unë e kom thonë edhe du me e përsërit. Këtu ka njerëz, burra, gra, me përvojat jashtëzakonshme, me dijet jashtëzakonshme, jo veç këtu në Gjakovë, po ku do në Kosovë, që nëse dojmë me urreshtu, mujmë me bo Kosovën diamant. Në fund u bë edhe prezantimi i listës të kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit.